Mirëmëngjesi për të gjithë juve shikues të Koha Vizionit, unë jam Erza dhe mirë se po takohemi përsëri. Ne sot të kemi një temë shumë interesante që në rrugë spontane kampingjet dhe natyra deri te destinacioni shumë pritur, Montreux Jazz Festival në Zvicër, avokati Arianit Koci ka nisur një aventurë ndryshe në motorhome, të cilën do ta sjell për publikun përmes reportazheve normal në KTV, në portalet e Koha Vizionit, e për këtë udhtim sfida dhe përjetimet që presin. Flasim me zotrin Arianit Koci. Mirëmëngjesi, zotri Arianit. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë që ndave kohën me neve dhe tregona për momentin se ku po gjendeni. Momentalisht jam Dubrovnik edhe jam me meritën, pra nuk jam vetën, se për me heq meritën. Kështu që dytë na udhtojmë, ju e dini që unë kërkon nuk shkoj pa gruan, për ndryshe është një ndjenjë veçantë se shtëpia gjithmonë udhton me ty, edhe çdo mëngjes është ndryshe. Pra unë që tash që kom dalë këto, shkifeni? Kjo është obori. Fantastike po duket. Ja përshifni oborin tash. Si në shtëpi? Si në shtëpi gjithmonë palohemi, që përhi Merita është ende në gjumë, unë e zhona pak ma herët se Merita, dhe dal eci ose vrapoj, Merita ka ritmin pak ma ndryshe, dhe ajo tash kur zhot del, që këshyre një mrena që është. Që më s'ka prishim gjumin. Jo, nuk po dujna mja prish gjumin, se është amon pushem që shduhet. Që këto e kemi librin, kejti kom laptopat, kjo është një vepër arti, Erina Krasniqit artistës, që kështë një Prishtina ku është, që bërë Ramizi, që rruga u që kësë, kreti ka këto. Shumë bukur, po të regona pak se pse keni zgjedhë këtë formë udhëtime, pse dashte me bo këtë udhëtim në këtë formë? Po, ne kem qef, unë e Merita kem qef shtu aventura të reja, dhe sa herë kem shku me motociklet, kem shku me tenda ndryshme, ta që ka ardhërani kësaj, mas kësaj e kemi vetëm edhe udhëtimin me anije. Për ndryshe kjo tash si mënyre udhëtimit është fantastike, do të me cek që kampingjet janë dhe komunitete, këtu po njoftojmë shumë njerës, edhe njoftojmë intelektual ndryshëm, ka befasu sa shumë intelektual, sa shumë arkitekta, avokata, janë me këtë njëjtin mentalitet. Ky kampi Solitude në Dubrovnik është në qendër qytetit, është pak ma i shtrajt se kampet tjera, për ndryshe ki edhe mramin e kalon edhe me 10 euro, pra shumë lirë, edhe vetë rruga bëhet pjesë e pushimit, mbi gjitha i mëson disa gjëra njësa pak duhet për me jetu, mirë e me qeni lumtur, pra çdo mëngjes është fantastik. Këtu e mëson dhe qysh e kursen ujnë, e mëson qysh me kursy rrymën, për shembull, për shkak që i ki kapacitetet e limitume, nuk i gjithmonë rrymë, ti dush me rujt baterin, edhe para se me hap frigoriferin, ti e menon mirë çka po don me nxjerr, se çdo hapje është shpenzim shtes i energjisë, edhe e menon mirë, e hap shpejt, e merr çka të ki qef, për shembull një birë, e kthen edhe vazhdon tutje. Për ndryshe edhe kujdesesh për ambientin, zakonisht kamperat gjithë janë ambientalista, edhe si shpeshim një jetë gjithmonë afër natyrës. Edhe pse ky kamp është tash në qendër të Dubrovnikut, është në Llapat, jo në pjesën e vjetër qytetit, po në Llapat, po është në qytet. Po të regom sa po e keni të vështirë më u vendosë, dhe apjo qëtë për shembull do një shtetas, ku do që të vendosë, apjo qëtë problem në mënyrën se ku po vendosën e? Jo, shifeni, Kroacia ka regula strikte, nuk mund është me u vendos ku dënë, do shku mu vendos vetëm vendet që në të parapame, kryesisht në autokampe, gjatë ditës ti mund është me bo një pushim shkurtor në parkingjet ndryshme, por natyrisht na i respektojmë regullat, nuk mund është se edhe në funit dhe mësë me respektu të andenimin. Janë shumë strikt, këtë bashkimi evropian është strikt, saj për këtë universitete unë tash e kom analizu mirë këtë jetën e kamperave dhe vendet, ma liberal janë spanjollët edhe portugest, ndërsa Zvicra,
Edhe Franca është deri diku pak ma liberale, Kroacia dhe Greqia janë shumë strikte, si duket ka pas një kohë gjatë fluks më të kamperve dhe kam vendos me bore. Kroacia është gjithmonë e rrezikume në korrikë dhe gush prej zjarreve, pra këtu nuk mundesh skarën me bo. Në asnjë formë, mundesh me skarë elektrike, por me gaca që thojnë skarë nuk ka gjasa me bo. Ti dush me respektua ato rregulla, dush me kursy ujin, dush me kursy rrymën, por knatësia është e jashtëzakonshme. Për shembull këtu, që ku i kam këtu krevatët, disa orë kam lexu, që më kam bet libri, është një farë një ambient i jashtëzakonshëm edhe komuniteti vet i kamperëve janë shumë, kryesisht janë njerëz shumë të ndershëm, njerëz që janë të prirur me ndihmën e një tjetrit, edhe njerëz që ndrojnë shpesh vendin. Na për shembull këtu kemi vendosur me ndajt 2 ditë, sot e palojmë shtëpinë tonë, i fusim senet mbrenda dhe vazhdojmë tutje. Por cilin libër jetu e lexu për momentin, zotëri Arjanet? Që tash më ka met kjo prej që sa kohë kom ble që është George Tenet në syrin e ciklonit. Vitet e mia në CIA, në CIA, kjo është drejtori i CIA-s, i cili prind ky thot që prind i ka nënën e ka prej Shqipërisë, babën e ka në kufi mes Shqipërisë edhe Greqisë, edhe është një detaj shumë interesant që e lexova dje. Thot, kur kemi qenë fëmijë, babën e nënën ka emigrant diku në 45-ën, kanë shku prej Himarës diku nënën e ka, edhe thot që prindët e mi, maj men si fëmijë, prindët e mi kur kanë dash diçka me fol më sheft neve, kanë fol në gjuhën shqipe. Bashkë kështu në mënyrë eksplicite e thot. E tash përdu me ndërlidh me situatën, pra ky ka qenë në kohën e Clintonit drejtor, edhe ka vazhdu pastaj edhe të presidentit tjetër. Përdu me lidh me situatën, çka do me thonë edhe fati historik i joni. Dashte s'dashte, në ata George Tenet e man vetën grek, po dashte s'dashte ai e ka prej ardhen prej Shqipnisë dhe e ka një simpati të veçantë si çdo njeri për vendin ku ka lind ose ku i kanë lind prit, se George Tenet ka lind në Amerikë. E kem pas në momentin më të duhur një drejtor të CIA-s personin me një simpati dhe veçantë ndaj Shqipërisë edhe shqiptarëve. Pra, kur e thot edhe në libër të vetin që prindët e mi, kur kanë dash me fol shef prej neve fëmijëve, kanë fol në gjuhën shqipe. Kur e përmendë ushqimin, sa po keni problem për ushqim me përgadit dhe a keni marrë produkte prej Kosovës, ndoshta gjana prej shtëpisë për me përgadit ndoshta kur jeni në kamp? Ne kemi menu që është shumë ma problem kjo puna ushqimit. Ushqimin komplet e kemi ble në Kosovë, i kemi frigiderat, edhe po funksionon në mënyrë perfekte. Merita është shumë e mirë në përgatitjen e ushqimeve. Madje unë muj me thonë që çfarë do lloj restorani që po shkoj prapë në fund po merr malli për ushqimin e grus. Ajo është përgjithëse për ushqim, unë e ndihmoj ka pak, po nuk jam shumë i përdorshëm, do të me pranu këta. Por Merita është një gjithë bërse fantastike, nuk e po e kemi asë një problem ma të voglin me ushqim, me atë që gjdo natë, zotit, ne kemi ftesa prej miqve shqiptar që kanë restorane tash në për Kroaci. Mram kemi qenë të Arnes Gola, është gjakovari i lindur në Dubrovnik, e ka në Lapad restoranin për mu ma të mirin. Natyrisht ka ma shtrejta, po jo me ushqim kvalitativ ma mirë dhe i rekomandoj se cilit njerë që shkon në Dubrovnik me kërku restoranin Peppers, edhe aty është pronari shqiptar, edhe shumica e kamarierve janë prej Gjakovës, që 2-3 vite, që disa vite rën i merr vajza djem 3 të bukur, të mirë mu pa profesionistat jashtëzakonshëm me anglisht e të rrjedhshme, madje disa flasin edhe gjermanisht e franglisht, edhe ishin atë, kroatisht nuk po dim, po nuk po ju pengon kroatëve me i leju, me punu në mënyrë sezonale punëtorët, edhe që nuk e din kroatishtën. Madje dje pash një kamarier, mu dok që si fatë e ftyre njoftën, a i kishte qenë në Korbuzje kamarier në Gjakovë. E ta shkarë këtu verës, natyrisht, këtu është qarkullimi jashtëzakonshëm, çmimet janë më të larta, edhe rrjedhimisht dhe rrogat i kanë më të mira. Këtë janë këta studenta që i vinë këtu punojnë 3-4 muaj, i bëjnë do pare, madje një vajzë këtu unë tha shtatori kom 5 ditë lira prej punës, du me shku mi dhonë provimin të fakultetin juridik, edhe kthena prap e vazhdojmë deri me 1 nëntor.
Ndoshta kjo është mënyra më e mirë e udhëtimit për me i taku edhe shqiptarët tonë që janë jashtë vendit dhe janë duke punu atje, edhe ke zgjidhur një mënyrë besoj më të mirë për me i pa dhe me i njoftu në ndërkohë. Po tregon pak se pse ka qenë pikërisht destinacioni kryesor festivali. Festivali është destinacion se është një prej festivaleve më të njoftuna në botë për jazz. Tash, unë e kom deri në Montreux për këtu sigurisht edhe një 1000 kilometra. E kom një problem tjetër që këtu nuk ka plan, nuk ka itinerar, ti çka të pëlqen në bën. Edhe na ka dalë tash unë du mu nalë në Zarë. Ka gjasa që ndalëna te Esat Çollaku, ai është kryetari veteranëve të luftës në Kroaci për shqiptarët. Edhe kishte restoran, pizzerie, më tha, po vjen, tha, po të pres. Tash ka gjasa që nalëna aty, ka gjasa që kom u taku me një klient në Poreq, edhe e kom kohën e kufizume, unë tash shumë probleme kom me mri në Montreux, se Montreux me 19 përfundon festivali. E ta këshym tash, apo muj me mri, a në qfar dinamike, me kamperti nuk mund është me nëzitu, nuk mund është ti tash me bo 1100-200 kilometra, edhe është gjyna me i bo se ti po do në me shiju, si do qoftu në po shkaj në drejtim të Montreux, pastaj nëse punë të mlën, do të vazhdoj edhe ma lartë, Spanja, i cili është një destinacion i hatashëm për kampera. Na kem shetitu në merita me motor edhe Spanjën, edhe Portugalin, kem qenë në Angli, në Norvegji, pra shumë kem shetit me motor. Tash për vazhdoj me kamper, dhe shofim matutje cila do tjetë cila do tjetë aventura e radhës, si do qoftë pushimi jem është kështu një lloj hibrid pushimi, unë edhe pse më pushim, e kom iPadin me veti, e kom laptopin me veti dhe vazhdimisht jam në kontakt me zyren, vazhdimisht jam në kontakt me klienta, që tash ju e dini par dje, unë e kom qenë, vazhdimisht e kom asistu edhe Aulon Mehmetin, rastin që ka pas me fëmijën e vetë, por edhe në bazë ditore, komunikoj me klienta, ju kthej përgjigje, shkruaj ndonjë letër, ju jap rekomandime, ju jap këshilla. Kështu që është një lloj edhe pushimi, edhe pune, e tash ta shohim sa do të mëj kështu. Një e mirë është që në fund korikut përfundojnë seancat gjyqësore dhe një 20 ditë gjykatat nuk caktojnë asnjë seancë, kështu që kam një ri më të madhe. Duhet me thënë që Dubrovniku është me të vërtet qytet që të lenë qëtu në bresa të tela, ju shumisa ju shkanë qenë, në kom qenë shumë herë, kjo të regon, kjo këtu Dubrovniku ka qenë 450 vjetë shtet, pre vitin 1358 dhe në vitin 1808, brenda mureve të veta i ka pas vetëm 9.000 banor, edhe i ka bo balë perandorive, si shka qenë në atë ko perandoria Osmane, perandoria me forta në botë, pra ata nuk kanë arrit me pushtu, edhe pse kanë qenë fuqi me qindra herë më e madhe. Natyrisht e kanë pagu një lloj haraçi, po kjo tregon që është një popullat e ngritur, një popullat që ka një kulturë edhe juridike dhe shtetnore, mundet me diplomaci, edhe pse është e vogël, mundet me mbjetu edhe me detyru armisht që ata me pas interes me ekzistu Republika e Raguzës. Kjo ka qenë një qendër mesdhetare e tregtisë përmes detit, edhe kanë qenë shumë të jashtëzakonshëm kanë qenë këta Raguzianët, pra Republika e Raguzës, edhe ka shumë gjëra që apliku s'pari këtu. Motoja e Dubrovnikut është Libertas, liria, edhe është shteti i parë në botë që e ka ndalu, dikun në shekullin 15 që e ka ndalu tregtin me sklavë. Pra, atë që kanë qenë përparimtara, atë që kanë qenë ngritun, ju e shetë një pjesa vjetëre e qytetit në përstradun, ka plan prej shekullit 15, ata kanë katastër dhe nuk kanë leju ndërtime pa leje, po dhe populata e respekton një shtet, funksionon gjithmonë ma mirë kur janë regullat e qarta, por edhe populata është e prirun me i respektuata. Stradunja e rruga kryesore, deri para 300-400 vjetë ka qenë si një kanal detar, tash është mullu edhe shet një ata gurt aty, në atë kanal, në atë pjesë qytetit ka shumë lokalet shqiptarë, unë e djejsha në gjelateri, një ambiltore fantastike, aty ishin 4-5 shqiptarë, djemët e pronarve, pra 2 vëllezër e kanë,
ja rekomandoj gjithkujt me shku me provu akullorët, nuk ka shans aty me kaluti e mos me të qeras ata me akullore, edhe klasika 7 të gjuhës është me vërtet fascinuese. Në anën tjetër, është burektoreja më ekskluzive në herë që kom pa në botë, një shok jam me prejardhe i Bujanovcit, i cili po dëshiron me meta anonima, është biznesmen kështu i nivelit ndërkombëtar, e ka burektorën Holly Burek, bureku i shtrejt, presin në ren, është një gjys burek që bon 8 euro, po i përdor millin më të mirin, vajin më të mirin, gjitha i përdor më të mira, e ka hapë edhe në Dubai, e ka hapë edhe në Paris, e ka hapë, tash është ty hapë në Miami, pra e ka bo si një brand të burekave, djeshë me meritën edhe me atë pronarin, qëllaj këto në Dubrovnik, edhe kem dalë. Vazhdimisht po takoj njerëz të ri, vazhdimisht po takoj, po kemi përvoja të reja, mu po vjen shumë keq që janë këto lojrat verore Dubrovnikut, mas nesër është një koncert i miri me veprat Igor Stravinskit, po nuk mundemi tash me najtë gjatë, se po kemi qef sa ma shumë me pa njerëz. Dubrovniku, edhe këto do të me theksu, në vitin 1991 prej sërve është bombardu rënd edhe rreth 60% të qytetit vjetër është rënu. Me aq kujdes është rindërtu, jo, sa që ti tash nuk i vren, pra kanë qenë qaq barbar, sa që një qytet që është në mbrojtje të UNESCO-s prej vitit 1979, një qytet pra cila ka vlerë në nivelin botnor, ata e ka rënu forcat sërbe. Ishe ti të murët, e ka 1.9 kilometra mure që e rrëthajnë, në disa vende është 25 metra i gjatë, dhe në shumica e murit është mbi 6 metra i gjatë. Zotria Janet, faleminderit shumë, sepse koha pak e limituar për shkak se sot është edhe dita e ente, kemi dhe mjeku në studio. Faleminderit shumë për të gjitha këto detaje dhe shpresoj që do të na mbani të informuar si gjithmonë në portalin koha.net, si shpishojmë videot non-stop çdo ditë në kohë reale. Ju ftoj me përcjell kush është i interesuar me ju përcjell edhe në faqen time të Facebookit, por edhe në të ju, në këtë video i shihni vendet e ndoshta mundemi më pa edhe nesër apo mas nesër për ndonjë vendi tjetër. Faleminderit shumë për të gjitha këto detaje dhe shpresoj që ky udhëtim të shkojë sa më mirë ty dhe gruas tënde. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.